Çfarë e pengon pranimin e lutjes tek Zoti? Shumë njerëz luten, por duaja e tyre nuk pranohet tek i Madhi Zot. Disa nga pengesat kryesore të mbështetura në Kur'an dhe në Sunnet janë: ushqimi, pija dhe fitimi haram. Pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salam përmendi një njeri që udhton gjatë, i pluhurosur, ngre duart drejt qiellit dhe thot: O Zoti im, o Zoti im. Por ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, veshja e tij është haram dhe është ushqyer me haram. Pastaj tha: si mund t'i pranohet lutja? Kjo tregon se halali është një nga çelësat më të mëdhenj të pranimit të duas. Nxitimi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë se lutja pranohet përderisa njeriu nuk ngutet duke thënë: u luta por nuk mu pranua. Zemra e pavëmendshme. Kur njeriu e thot duan vetëm me gjuhë, ndërsa zemra është e shpërqendruar, kjo e dobëson lutjen. Allahu e do lutjen që del nga zemra. Mëkatet e vazhdueshme pa pendim. Mëkatet krijojnë një perde mes robit dhe Zotit. Pendimi dhe istigfari e pastrojnë këtë perde. Ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Duaja për gjunahe ose për prishjen e lidhjeve familjare nuk pranohet. Lutja për mëkate. Nuk lejohet t'i kërkohet Allahut të Madhërisëm diçka që përmban mëkat ose padrejtësi. Lënia e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Pejgamberi alayhis salatu wassalam paralajmëroi se nëse njerëzit e lënë këtë detyrë, mund të vijë koha kur do të luten, por lutjet e tyre nuk do të marrin përgjigje.